E përplasi me makinë Albert Kaca dënohet me 30 vite burg për aksidentin fatal të ish-kunatit. Gjykata e Apelit ka dënuar me 30 vite burg Albert Kaca në Lezhë pasi përplasi për vdekje ish-kunatin e tij Ylli Mena. Fillimisht prokuroria e Lezhës ka kërkuar 35 vite burg për Kacën pasi ky i fundit përplasi me makinë ish-kunatin e tij në ishull Lezhë. Dënimin me 30 vite fillimisht e ka dhënë gjykata e shkallës së parë, ndërkohë që pas apelimit gjykata e Apelit ka lënë në fuqi të njëjtin dënim. Ngjarja ndodhi në 21 shtator në vitin 2019 në ishull Lezhë, teksa 32 vjeçari Ylli Mena po lëvizte me biçikletë, u përplas nga një automjet dhe gjeti vdekjen disa orë më vonë në Spitalin e Traumës Tiranë, pasi nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra. Fillimisht u dyshuan për aksident, por pas veprimeve hetimore rezulton se ngjarja ishte e qëllimshme dhe policia shpalli në kërkim 32 vjeçarin Albert Kaca. Autori dhe viktima kishin pasur konflikte me njëri tjetrin që pas divorcit të Ylli Menes me motrën e 32 vjeçarit Kaca.